Një nga mendjet më të ndritura të kombit shqiptar, akademiku Recep Qosja, është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare duke lënë pas një trashëgimni të jashtëzakonshme në fushën e letërsisë, kritikës dhe mendimit politik. Shkrimtari dhe studiuesi u shua në ditën ndërkombëtare të librit dhe u përcoll në banesën e fundit në mënyrë të thjeshtë, në prani të një rrethi të ngushtë familjarësh, në respekt të amanetit të tij. Familja bëri të ditur se nuk do të organizohen ceremoni pritjeje dhe kërkoi mirëkuptimin për respektimin e zis. Reagimet nga figurat më të larta shtetërore dhe politike nuk munguan. Presidenti Bajram Bega e cilësoi Qosjen si një akademik të rrallë që iku nga Panteoni duke ju referuar veprës së tij, ndërsa kryeministri Edi Rama i dha lamtumirën me fjalët "lamtumir shqiptar i mirë". Homazhe dhe vlerësime erdhën gjithashtu nga shkrimtar, studiues dhe gazetar. Qosja vlerësohet si një ndër figurat më të rëndësishme të mendimit shkencor, letrar dhe politik shqiptar. Ai është antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, duke u shquar si një mbrojtës i identitetit kulturor dhe gjuhësor shqiptar dhe një zë me peshë në debatet kombëtare. I lindur në vitin 1936 në Vuthaj të Malit të Zi, ai ishte një figurë kyçe në momentet më të rëndësishme të historisë moderne shqiptare, duke kontribuar në çështjet kombëtare dhe në proceset politike që lidhen me Kosovën, përfshirë edhe konferencën e Rambujës. Autori i dhjetra veprave përfshirë studime për letërsinë, romane, drama dhe publicistik. Qosja ngriti standardet e letërsisë shqipe dhe trajtoi tema thelbësore të identitetit dhe kulturës kombëtare. Ndër veprat më të njohura të tij përmenden Historia e letërsisë shqipe, Populli i ndaluar dhe Vdekja më vjen prej syve të tillë, të cilat janë vlerësuar me çmime të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndarja nga jeta e akademikut Recep Qosja konsiderohet një humbje e madhe për kulturën dhe shkencën shqiptare, por trashëgimnia e tij do të mbetet një pikë referimi e rëndësishme për brezat që do të vinë.